Veç si kampion me 282 ligje të miratuara, këtë primat do ta mbaj edhe për antikushtetueshmëri. I mbyllim punimet e kësaj seance. Kjo është legjislatura e 8 e Kuvendit të Kosovës. Me 13 ligje që u shfuqizuan të premte nga gjykata kushtetuese, ajo me plot 4 vjet mandat nga 2021 deri në 2024 triumfon për aktet ligjore të rrëzuara nga 7 legjislaturat e tjera të marra së bashku. Janë 22 ligje të cilat janë kontestuar nga gjykata kushtetuese dhe të cilat ligje patjetër që duhet që të disa prej tyre të ndryshohen pjesërisht, disa prej tyre edhe komplet ose në tërësi të ligjit. Kushtetuesja veç këtyre të fundit i arrëzoi edhe ligjin për zyrtar publik, atë të pagave pjesërisht për KPM-n, çmime të vanet e tjera. Kësaj për monitoruesit parlamenti u bë sinonimi kundër kushtetueshmërisë. Nuk është e rëndësishme që të ketë sasitë e mëdha të miratimit të ligjeve apo të miratimit të ligjeve, por e rëndësishme është që procedura që ndiqet për miratimin e ligjeve, po ashtu për mbajtja e atij ligji të jetë në përputhje me kushtetutën. Nga legjislatura e re kërkohet që të mos përsëritet një skenar i tillë. 4 vitet mandatit janë fiasko, tani kemi obligime shtesë dhe unë konsideroj që qytetari edhe lodhjen gjithsesi, edhe qytetari pret që ka dhënë kontributin e vet me 28 dhjetor. Normat që dalin të parregullta konsiderohet se u bën me qëllim vetëm që të arrihet efekti elektoral.